8 ditë më parë, Priveva Libertas Pahiu raportoi për një kapitull të ri që e priste në jetë Shpatin. As në ëndrat më të këqija, ne si redaksi nuk do të çonin përmend se do marrim rrugën për Tetov, aty ku ai do të përcillej për në banesën e fundit. Një artist ikon, jeta e cilit u ndërprej pa pritur nga një sulm në zemër në Itali, atje ku u nis, shpresë plot për trajtimin e djalit të tij të vetëm, Roelit. Një të diel majit 1985 ai erdhi në jetë. Po në të diel, sa radhën e nëntori, artisti i madh po përcillej për në banesën e fundit. Big Mama nuk munde të mbante lotët teksa mes dhimbjes merrej me detajet e organizimit. Jo shumë kohë më pas, rreth orës 10:30 aty erdhi nëna gjyqëmësere. Përkundër dhimbjes që i diqte shpirtin, mbahej gure fort. Trupi i Shpatit po vinte për herë të fundit në skenën ku nisi gjithçka si i vogël. Në një rrugtim plot ëndra që i solli suksese të mëdha në diskografinë shqiptare. Hala, jam të mirën e pati shumë emocionale. Jemi të vetëdijshëm ne për këtë jetë, a? A jemi të vetëdijshëm se kjo ka një fund me? A e vëreni se Zoti I do të mirë. Ndërkohë aty mbërriti edhe Silvia, bashkëudhëtare e jetës së Shpatit, e cila nuk po mund t'i ndalte lotët. Në gjendje të rëndë, u panë edhe plot fytyra publike që erdhën për t'i dhënë lam të mirën këngëtarit të njohur. Radha ishte e gjatë e atyre që deshën të nderojnë në ditën e tij të fundit fizikisht përpara se të përcillej për në banesën e fundit. E kujtuan personat e afërm. Forcën e gjeti edhe motra që dha premtimin për amanetin e Shpatit, djalin Roelin, me syt nga I cili kasapi dha shpirt. Të dashur familjar, miq dhe të afër, të gjithë që e doni Shpatin, që jeni të pranishëm dhe gjithka. Sot me zemër të thyer jemi mbledhur këtu për të dhënë lam të mirën e fundit vëllaut tim dhe tuaj, Shpatit. Është shumë e vështirë të gjej fjalët që mund të përshkruajnë dhimbjen që ndjej, sepse kjo humbje nuk është e thjeshtë. Është një humbje e një pjese të shpirtit, e një zëri të mrekullueshëm që na ka shoqëruar gjithë jetën. Shpat, shpirti motrës, ti linde me yll në ballë. Ishe së pari një njeri I mirë, me zemër të bardhë, të butë, dhe një njeri fisnik. Dije të ndjeje hallet e të tjerëve nga empatia jote e madhe, por edhe të gëzohesh me lumturinë e të tjerëve. Shpati, ti doje shumë fëmijët dhe pleqt, por I kishe afër gjithmonë njerëzit që të shonin të qeshesh, doje shumë të qeshesh. Buzëqeshja ishte sinonimi yt. Është e rëndë të pranojmë se nuk do ta dëgjojmë më zërin tënd, por ti do të mbetesh mes nesh në çdo kujtim, buzëqeshje dhe gjest mirësie që ke lënë pas. Jeta e Shpatit ishte një shembull dashurie dhe modestie, një shenjë që bën të kuptojmë se njeriu me vete merr atë që nuk merr me vete atë që ka patur, por atë që ka dhënë. Sot
nuk do të themi lam të mirë për gjithmonë, se ti do të ngelesh gjallë gjithmonë në zemrat tona. Ti do të ngelesh dhe do të mbetesh dritë në familjen tonë, dhe bekim që Zoti na dhuroi amanetin tënd, Roelin, do ta shosi sytë e ballit. Jam krenare që jam motra jote, vëllau im I Vockël Shpati. Zoti e past pran vetës I dhënë paqë dhe qetësi, I paharuar qoftë kujtimi për ty, zemra motrës. Profesoresha Lulja Isaku në fjalën e saj u kthye në retrospektiv. Në një sallë të mbushur plot që nuk zinte më njerëz, ajo kujtoi disa dimensione të Shpatit. Unë e di kur ka lindur Shpati. Ishte një ditë e diel. Me shumë diell. Dhe sot është një ditë e diell. Po ashtu me ma pak diell. E di sa u gëzuam në lindjen e tij. E kam parë të rritej, të formsoj si karakter, të bëj burr. Më pas të ngjitej në skenë me sigurinë dhe dritën që vetëm njerëzit e veçantë e kanë. Për te famës, ai ishte njëri I butë, I sjellshëm, I edukuar, plot dashuri për familjen, plot respekt për shokët, të cilët sot janë në mesin tonë. Arti I Shpatit nuk ishte vetëm skena, por edhe jeta. Kënga, fjala, ritmi, buzëqeshja dhe dhimbja bashkëtuan në shpirtin e tij. Ai na tregoi se arti nuk është mënyrë frymëmarrjeje, por është mënyrë e të jetuarit vetë dhe me të tjerët. Zëri I mbushte sallat, ne dëgjonim koncertet e tij, shkonim mbas Shpatit. Por mbi të gjitha, ai kishte një virtyt që mbushte zemrat tona. Shpati nuk që një siluete zëpërazë që kërkonte duart trokitje për të vërtetuar nëse ai ekziston. Ai ekzistonte. Adhurohej, duart trokitej. Po, ky Shpati. Shpati duart trokitej në çdo skenë. Adhurohej nga të gjithë dhe priste radhë për të dhënë autografet e tij. Sot janë tranduara zemrat tona. Çdo kujtim dhe çdo çast I kaluar me të, tani ndihet si një dritë që nuk ndizet më. Dhimbja nuk shtuket me fjalë. Sado që unë do të lexoj, sado që do të shprehim ngushëllime njëri tjetrit, sado që do të flasim për Shpatin, ajo nuk e zbut dhimbjen, por ngren krenarin për një djalë të cilin e kemi pasur. Është dhimbje që nuk mund ta fshehësh. Por zvarësia e saj duket në sytë tonë, duket në mbrojtjen tonë dhe duket në një dhimbje të shikimeve tona të brishta. Mungesa e Shpatit dhe zëri I tij nuk do të kthehen më kurrë. Por Shpati I bukur, ky djalë I bukur, që gjithmonë I kemi thënë je I bukur, do të jetojë me ne. Dhe ndërsa lotët do të na rrjedhin neve ndi forcën e kujtimeve ndër vite, në familjen e tij, në të cilën ka pasur gjithmonë zemër të madhe dhe dashuri pafund, kujtoj. Dhe shumë sinqerisht ju them që kujtoj Naimin e dashur, babain e Shpatit. Kujtoj gjylimseren, nënën e Shpatit, që sot, duke ju kthyer gjithë letërsisë tonë kombëtare, ju ngjan nënave të legjendave shqiptare dhe I ngjan nënës në këngën e Rexhës. Shpati këndonte gjithmonë. Si fëmijë këndonte opera dhe ne gjithmonë I thonim Shpati, ule pak zërin. Në këndin e vet në sallonin e kuq në shtëpinë Tetov, ai luante në një piano. Dëshironte që dhe ne ta shoqërojmë të këndojmë me të. Në vitin 1999 Shpati ishte I vogël.
Edhe shtëpia e familjes Kasapi ishte e mbushur me rifugjat nga Kosova. Mbrenda këtyre mureve, Shpati mbante koncerte patriotike, këndonte këngë për lavdinë e kombit. Nuk munguan fjalët nga kolegët e tjerë, Adelina Tahiri, Biler Muharremi, Arif Zimberi e Donald Alloshi. Shpati ka qenë një djalë i pashëm, një djalë gjithmonë i përqeshur, një djalë që të gjithë e ka dashur. Dhe se di ndjem momente shumë të vështira, sepse unë e njoh Shpatin që fëmijë, e kam thonë se meritori më i madh që grupin Elita 5, grupin tim e njeh e gjithë popullata jashtë kufive të Maqedonisë, është meritet madhit babait të Shpatit, Naim Kasapit, i cili ka qenë një ardashës i madh. Dhe gjithmonë grupi do të jetë falënderues familjes Kasapi. Ato shpeshherë kur takoheshim e diskutonim, bisedonim për të bërë një duet. Dhe për fat të keq nuk gjenim kohë që ta realizojmë. Po unë jam i sigurt se Shpati gjendet me një botë shumë më të mirë se kjo. Dhe i premtoj Shpat, do ta realizojmë atë duet në botën tjetër. Ti je i sigurt. Dhe unë dua të besoj se sot, atje lart, ti po i këndon me engjujt, me atë zërin tënd që preke pafund zemra. Të gjithë jemi udhëtar të asaj rrugë. Një ditë do vim dhe ne. Dhe atë ditë shpaqe do këndojmë bashkë, ashtu siç më premtove. Kushtillimet më të sinqerta për të gjithë të pranishmit, në veçanti për familjen, për nënën e tij, zonjën Gjylymsere dhe bashkëshortën e tij, Selvien. Zoti ju dhasht forcën në këtë dhimbje të madhe. Shpat, të rojmë dhe të kujtojmë gjithmonë, u preh në paqë. Ti mund të mos jesh më fizikisht me ne, por do t'jesh në çdo tingull që na kujton zërin tënd, në çdo hap që na kujton prezencën tënde, në çdo buzëqeshje që na kujton shpirtin tënd të bardhë. Pra Shpat, ti shpirti i bardhë, do të jesh gjithmonë e përherë në zemrat tona, qofshi pa harruar në galerinë e kujtimeve tona, ushllime. Shpati ishte prej atyre njerëzve të rrallë, që Zoti i sjell këtë botë. Dhe prandaj, sot, dhem ka shumë. Dhem sepse humbëm dikën që nuk gjemë, dhem sepse ishte njeri sinqer, i pastër e i drejtë. Sot secili prej nesh ka bartë brenda vetes kujtim për Shpatin. Një moment, një buzëqeshje, një fjalë, një natë muzike, një takim, një humor të tij. Shpat, miku i dashur. Njerëz si ti nuk largohen, ata thjesht kthehen në dritë. Dhe dritën tënde ne do e mbajmë me vete në çdo këngë që do të dëgjojmë. Në çdo kujtim që ndajmë, në çdo moment ku na duhet një zemër e pastër për ta kujtuar çka është dashuria. U pret në paqe Shpati i bardhë. Lavdi kujtimi i Shpatit. Një njeri që na la shumë më shumë se sa mori. E kujtoj me dhimbje dhe Labinot Gashi, tek i cili ai dha intervistën fundit, ku duket se sikur ta dinte, i falenderonte të gjithë. E nderuar familja Kasapi, nënë dashur, bashkëshorte, vëlla, motër, koleg, artist, qytetar, shqiptaria e madhe e Shpat Kasapit. Kur në jetën time nuk isha paramendu që unë do të flas në këtë foltore për Shpat Kasapin.
Kur në jetën time nuk isha paramendu që intervista e fundit e tij në të jetë bashkë me mua. Kur në jetë nuk isha paramendu që intervista e tij e fundit do t'i falenderon secilin. Do ta falenderon nënën për sakrificën e mundit që ka bërë për të. Do ta falenderon bashkëshortën që ja ka sjellë djalin në jetë. Do ta falenderon vllaun, do ta falenderon motrën, por mbi gjitha i thot gjithë atyre cilëve më falni nëse ju kom lëndu apo kom gabu. Ma shpatje ka qeni pagabushëm në çdo moment dhe çdo sekundë. I buzëqeshur gjatë gjithë jetës. Nëse kemi dashur me realizu diçka, bashkë me Shpatin kemi qenë deri në fund. Shpati e ka dashur jetën, e ka dashur muzikën, mbi gjitha e ka dashur njeriu si njeri, sepse ka ditë me respektu. Gjithmonë pyetja ime ka qenë, pse bre Shpat, gjithë ndryshojnë, ndoshta ndonjëherë janë edhe mosmi njës, pse s'ndryshova asnjëherë në jetë. Ky jam unë, ky jam Shpati, i cili fakt u rrita prej një familje që din me respektu edhe din me eduku. Dash Zoti që fjalët e tij t'i ruajmë gjithmonë me nostalgji, t'i ruajmë me dashuri, por ajo kafe, dash Zoti që po e shijon tani këto momente me babin tënd. Po ja tregon gjitha fjalët dhe po i tregon që jemi ne të tjerët jemi mirë, por një ditë të bashkangjitemi edhe bashkë me ty. Kanga jote, vepra jote, kujtimi jot Shpat Kasapi. Kur nuk do të vdes, do të qëndron gjatë gjithë jetës bashkë me ne. I pavdekshëm kujtimi për ty. Shumë rëndë pati edhe Big Mama. Sot jam këtu, në këtë skenë, që për ne të dy nuk ka qenë thjesht skenë, ka qenë fillimi ynë, ka qenë vendi ku kemi marrë frym për herë të parë si fëmijë. Sot nuk kam fjalë të mjaftueshme për ta përshkruar bëshllukun që ka lënë. Na iki shumë herët, shumë padrejtësisht. Por kujtimi i tij do të rojë në zemrat tona në çdo melodi që ai këndoi, në çdo buzëqeshje që na dhuroi dhe në çdo skenë ku emri i tij do të përmendet gjithmonë me nder. Shpat, miku im, kemi nisur bashkë prej këtu dhe sa prej këtu për të them jam të mirë. Do të na mungosh në çdo hap, në çdo moment, në çdo kujtim. Por ti s'ke vdek kur, zëri yt, shpirti yt, e gjithë dashuria që ke lënë pas, do të jetojnë për gjithmonë. Dhe sot nga kjo skenë, ku nisën si fëmijë, po të lëshoj me lot, por të mbaj me shpirt. Kjo nuk është lam të mirë, miku im. Kjo është shihemi prapë, për gjithë lloj. Është vështirë të them, por le të jenë tash në këto moment, Bigi eja këtu me mu. Në fund të fjalimit të saj, një duartërkitje e madhe u dha për Shpatin. Duartërkitjet e fundit për Shpatin. Një lumë njerëzish vazhduan tek varrezat e qytetit. 25 vite më parë, Pati kishte dhënë lam të mirën babait kur ishte vetëm 15 vjeç. Jeta e deshi që qerek shekulli pas, vetëm 3 hapa larg, trupi i tij të prehej. Mërzia e madhe u vërejtë edhe tek aktori Rezveleshnja, i cili qëndronte krah kunatit të Shpatit. Në varrim ishin edhe plot figura të njohura të tjera, përfshirë kreun e BDI-s, Ali Ahmeti. Edhe në këtë moment të vështirë, zonja Gjylimsere mbahej.
Sipas traditave fetare, shpati u përsoll për banesën e fundit për të larguar fizikisht, por asnjëherë si ikonë e muzikës moderne shqipe, të cilës i dha një varg hitësh që i mbijetojnë çdo kohë. Shpat, faleminderit për muzikën. Faleminderit për njeriu që ishe. Faleminderit për shembullin që i dha estradës shqiptare. I përjetshëm qoftë kujtimi për ty. Jam të mirë.